Ne kemi përsërit që partia e parë me që ka dhe të drejtën e propozimit, që ne asnjëherë nuk e kemi kontestu, e ka dhe obligimin demokratik themi që ta krijoj konsensusin politik. Me sa kam parë dhe dëgjuar, ka parti të tjera politike të cilat duken të gatshme të krijojnë një konsensus të tillë politik, por çka unë nuk kam parë ndonjë paraprim apo gatishmëri nga partia fituese që të bisedoj me ato parti politike të cilat janë të gatshme për një konsensus të tillë. Sa mendoni që po bën këtë? Nuk e kam të qartë se po e bëjmë, fundja nuk kam edhe shumë dëshirë të hyj në hipoteza, me që mund të jenë shumë varianta pse po e bëjmë, por unë gjithashtu me sa kam arritur të kuptoj është që është një keq kuptim edhe në raport me atë se a duhet ne ta votojmë me do e mos kryetarin e kuvendit e cili propozohet nga partia fituese. Nuk e di nëse kjo burqie e qëllimshëm apo jo, po një gjë duhet bëhet e qartë. Pra, propozimin për kandidatin për kryetar të kuvendit është një propozim për një përfaqësues të kuvendit, jo përfaqësues politik të lëvizjes vetëvendosje. Dhe kjo e dallon pak kryesuesin e kuvendit nga nën kryetarët e tjerë të kuvendit, të cilët si parim i takojnë partive politike dhe aty do ta mirëkuptoj tagrin e partive politike që ta propozojnë kandidatin e tyre për përfaqësim të asaj partie politike. Rrjedhimisht çka lëvizja vetëvendosje duhet kuptoj është që kuvendari duhet të jetë përfaqësues i denjë kuvendit të Republikës Kosovës, jo përfaqësues politik. Dhe mendoj që këta po e dëshmojnë në vazhdimsi edhe përmes kryesuesit teknik Dehari, që nuk i kanë të qarta rolet në kuvendin e Republikës Kosovës. Mua më vjen keq që situata është e tillë, sepse qytetarët presin megjithatë që institucionet të themelojnë sa më shpejt, por duhet gjithashtu ta mirëkuptojnë qëndrimin e lidhjes demokratike të Kosovës, që për ne kuvendi i Republikës Kosovës si shtylla legjitimëse më e rëndësishme në Kosovë nuk mund të bëjmë kompromise për një figurë që për ne është e papranueshme, duke pasur parasysh qasjen e saj ndaj vetë institucionalizmit dhe shtyllave demokratike të Republikës Kosovës. Faleminderit.